Po është e rëndësishme shumë. Në çdo antarësim, në çdo organizatë ndërkombëtare do t'i ndihmon Kosovës për mi plotësu standardet, po edhe për të qenë në trend me zhvillimet dhe ndryshimet e fundit. Ne jemi duke jetuar me një kohë ku ndryshimet bëhen brenda ditës, sidomos tani mas inteligjencës artificiale, kështu që çdo antarësim, çdo organizatë ndërkombëtare, në çdo konferencë, në çdo marrëveshje është emisar edhe për të bërë ndryshimin. Si odë ekonomike kemi themelu shoqatën e transportit, për arsye se ka shumë pengesa që kanë transportuesit tanë, nuk e kanë tregun jo vetëm Kosovë, po në rajon hiç nuk kanë mujt me deportu, po sidomos në Kosovë për shkak pengesa, birokracisë, dokumenteve të panevojshme që i kanë, nuk kanë mundësi që të zgjerohen edhe vinë na marrin tregun kompanitë serbe, kompanitë turke, kompanitë maqedone, kështu me radhë. Ndërsa kompanitë tona nuk mund të jenë prezente në asnjë vend të rajonit. Kështu që ne duhet të antarësohemi në çdo organizatë, në çdo konferencë, po duhet i bëjmë ndryshime, reforma të brendshme brenda Ministrisë së Infrastrukturës për t'ia mundsuar transportit ton që të zhvillohet si